20 sekonda. Ka që deshe një shqiptari me rëzu një ish kampion bote. Kristian Prenga kundër Anthony Joshua. Raundi i parë, vetëm 20 sekonda pas gongut, Prenga godet me një uppercut të djartë dhe e dërgon Joshua në tapet. E gjithë arena shtangu. Joshua u ngrit, por duke i paqëndrueshëm, i lëkundur, dhe para se të mbyllej raundi, Prenga e rrëzoi sërish, 2 herë brenda një raundi. Për disa sekonda, e gjithë bota e boksit besoi se po shihte tronditjen më të madhe të vitit. Një shqiptar kundër njërit prej emrave më të mëdhenj në histori, gati për një surprizë historike. Por boksi nuk fal. Në raundin e dytë, Joshua ndryshoi krejt ritmin, filloi me gjetë distancën, me gjuajt me të djahtën dhe me rreth 40 sekonda të mbetura e mbylli meqin me një seri goditjesh që dërguan Prengën përfundimisht në litar. Knockout teknik, fiktore për Joshuan. Prenga humbi ndeshjen, por jo krenarin. 2 herë rrëzoi një legjend boksi, para se legjenda t'i përgjigjej. A jeni të kënaqur me paraqitjen e Prengës? Shkruani në komente dhe bëni follow për më shumë video.